Trangulli 15 kg, 2.000 lekë të vjetra. Edhe kungulli, po. Po e keqja është se s'po shitet fare, po rrin këtu, në stok, ja. Vati ora 10, neve jemi këtu dhe s'ka. Edhe patlıgjani, po ashtu. 3.000 lekë arkan, e kemi kërkuar, ka 10 kg. Nuk e merr njeri. Edhe kur e marrin 1.000 lekë, 1.500 lekë. Cila është arsyeja? Po s'ka, mbase ka dhe shumë, po s'ka dhe tregje. Edhe tregtarët thonë nuk po shkon. Nuk i është bë kura ndaj si duket mbase. Nuk e di. Po dhe këtu s'marrin ata, vjen marrin, ja. 2.000 lekë arkan. 18 kg, 2.000 lekë. Të vjetra, turpizodit. As 100 lekë kile, nuk e di. Çfarë di? Ju jeni prodhues apo tregtar? Prodhues. Të cilës zonë? Na Krutja jam. I shisni vetë prodhimet e ju? Ja makina jonë është kjo, që s'jet. Vim, mlidhemi tërë kështu, a pak, nga 20 arka, nga 10 arka, nga 15. Edhe mbushim makinën, vim këtu në tregë. Sa kohë ka kjo që ka ndodhur? Ka një muaj që ka rënë fare, nuk po shesin dot. Se sa do shkojnë, më vonë nuk e dim po. Prodhim ka? Sa të duash. Sa të duash. Prodhim ka, po s'ka blerje. Po na dha shteti aq më mirë, ne kënaqemi. Shumë pak, shumë dobët është. Nuk e dim se pse ndodh kjo gjë. Mos janë çmimet e larta? Jo, çmimet janë shumë të ulta, s'janë të larta. Nuk e dim pse nga se vjen. Çfarë ndihmë do donit nga shteti në këtë rast? Çfarë nuk shkon për ju? Sa të temon? Produkti është i mirë, Produkti bio. Çfarë ju thon tregtarët, se nuk blejnë? Tregtarët presin tullet malli i gjithë në shesh, pa herë vinë. Por sa E blejnë me arka. Sa shitet, sa e duan? Sa më lirë më mirë. Kjo është arsye thësh lojë tregtarëve? Po tani përderisa vinë gjithë fund, s'ka shumë mall këtu. Apo s'ka blerës? Blerë s'ka, mall shumë s'ka këtu tani. Bie për 700 lekë. E kam cerët. Qepa? Qepa 550. Qepa ka qikece, këto tjera vend numra. Po çmimi është i lartë apo i ulët? Çmimi mesatar 700 lekë, pjepri. Më të jep nuk ka ku shkojmë, edhe më pak nuk gjet dot ato dretat, shpenzimet. Se ne kemi sejat, nuk kemi jashtë saj. Ti je prodhues apo tregtar? Prodhues edhe tregtar, kam të dy jo. Ku i tregtohen? Ku ecin më shumë? Po këtu hecin mall më shumë miq, e gjerin këtu në divjak nuk hiqet. Mirë bin kulushë, çfarë bëj? S'ke çfarë bën gjithë. Tirana është tregu kryesor? Tregu kryesor është Tirana. Ajo është më shtrejta. Tu është gjithë malli i lirë për tokë. Malli i gjithë. Sot që sikur heci pak, ditë tjera në vend. Ndodh që të kthehet malli mbrapsht? Po, jo, mbrapsht e kthehet. Jam mbrapsht ti, që na vjen ditë. Mbrapsht e kthehet. Dua çfarë. Gjithë ato shpenzime, gjithë ato. Ka shumë. Po i vabët, po i doli hesh. Doli në zonat gjitha hesh. Edhe ra, që t'i bëjmë? Sa po shitet sot dhe sa ishte? Sot ishte 5.30. Tonë lushi. Ka dorë dytë për zjerë, për shonë. Dora parë ishke 30 lekësh. Dora parë. Çmimet po ulen apo po ngrihen? Ule, janë ulje. Po mund të se ka hyrë dhe eksportit ne, mund të rrjetë tu dhe mund të rrjetë. Ka qytë. Edhe ka dalë që këmë nga këtu. Qysh po dalë? Jo, është mirë, jo. Dhe tani heci, dhe tani, po. 25 dhe 30 lekë.
vllape. Ja do të thotë çfarë të bëj. Hajde kiro.